No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna flight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero, 'cause I don't wanna give up. Now I am down at zero. When will it ever stop? I'm only human. How am I supposed to cope? One bad decision, I'm running out of rope. No one ever knows where we heading, where the story goes. I just gotta hold on to my path. Shëndetje dhe mirë se erdhët. Haje. Në orë fryma kemi dalë për hecje, vajte shumë vonë me thënë të drejtën. Edhe unë i të Andit hajde ecim këtej, edhe në vajte shumë gjatë. Kemi humor tani. Shiko ku jemi. Po. Shiko. Pyll. Bom një ecje shumë gjatë. Po shumë e bukur. Po, shumë urdhë. Edhe unë po i tregoja Andit ëndrrën time kur të plakem. Ëndra ime është të kem një bed and breakfast. Një në këto villa që kanë Gjermanët, në këto me kështu me drunjt, me partezi. Të ketë ajo, po, të ketë ajo një 8-9 dhoma. Edhe do ta quaj bed and breakfast by Oma. Bed and breakfast by gjyshja. Edhe dua ta kem. E të kem mundësi që të vinë njerëz nga i gjithë bota, t'ju shërbej. Nuk e di, kam shumë qef. Ëndrën e babit. Po, tamam ëndrën e babit. Babi ime ka. Se ju thashë të vinë e kaluar. E ka në Poliçan, përse unë dua ta kem këtu. Nuk e di, më duket një gjë shumë e bukur. Pastaj po më kujtoj me Andin sot, me sa po i përmendja Andit sot, atë në novelën Aleksandrin me Laurën, kush e ka parë, që ishte ai çifti që është njohur në Bavari të Gjermanisë, dhe sa e bukur që ishte, i thash Andi do e gjej, dhe do e nis prapë gjermanisht, Andi ata që nga në qenë dhe që janë të lirë. Isha është i lirë gru. Jo, është i lirë. Letaj gru, se kena siguracion. Qa siguracion më për zotin është i lirë. Pjema se nuk i kanë agresiv të qatë. Ato o janë nëllë, nuk ka shumë të gale. Tani po më Zafrika. Se po dole i gru. Jo, për zotin tash po më Zafrika, se sa i po le rreth e rrotu. Dhe ne jemi në mes të asgjeje. Kam shpeti, faqe bardh. Unë s'jam kem shpeti. Ja, nuk është, jesë janë men, ato nuk talin kur. Je i sikur? Janë me shkollë më grupë të janë. Sa besim ka burri. Burri im ka një besim të verbër. Të nuk tajnë kur, unë s'kam gjuhë. Kur të na dalin ami, merrni vesën nga një qendër të Gjermanisë. Kur të na hajnë do ju themi. 6:50 a.m. on a Tuesday, bathed in birdsong the moment I... Shëndetje nga qyteti bukur i... Haje, i Bonit. Jemi më sot. Na ish kryeqyteti i Gjermanisë. Jemi më kështu si travel, si YouTube travel. Po tamam. Përshëndetje çdo ditë nga diku në vend. Për të kalo këtej, se të kam më kollaj kështu, që nga shumë ftohtë. Po që ka pak freskët. Edhe unë vesha shumë hollë, se në shtëpi në Dortmund ishte... Për këtë pasi qëjnë? Jo, nuk thash për këtë. Në Dortmund ishte më ngrohtë se këtu frymë ka pak më shumë erë,
por Boni është qyteti im i preferuar. Në tërë në Revën, Është i bukur, shumë i bukur. më pëlqen shumë sepse nuk ka shumë njerëz sa Kölni, nuk është aq shumë modern sa Düsseldorfi dhe mendoj se është perfektja miksja. Në qoftë se për mendimin tim doni të vini në Gjermani dhe keni mundësi zgjedhje, zgjidhni Bonin. Dortmundin mos e zgjidhni, thua the përsëri. Andi thotë që unë e diskriminoj qytetin ton, por është shumë e vërtet, mos e zgjidhni. Në qoftë se më gjoni mua tash, na një herë Tani mbrapa çdo 6 muaj. çdo 6 muaj. Por na një herë do ju hedhi fati aty ku do, Po. stabilizoheni me gjërat edhe pastaj mund të Pastaj lëvizni. më shihni në mund ato që. Po. Ne tani po bëjmë një xhiro nëpër qytetin në pjesën e Altstadtit, në pjesën e qytetit të vjetër. Ishim te shtëpia Beethovenit, por ne kemi vizituar më para, do ju lë një link këtu, kur e kemi vizituar Boni në verë. Që mund ta shikoni. Kena vizituar dhe shtëpinë e Beethovenit. Po. Ka qenë Edhe shumë e nuk hyrëm, bukur, sepse Beethoveni këtu ka lindur, është nga qyteti i Bonit. Edhe më duket se 15 euro bileta është, por ja vlen. Jo, është teja, jo pasqeria. Edhe do futemi këtu. Është më të HBF-ja. Po gjejmë një pasqeri. Është kështu komerciale, domethënë, është goxha ka Köln, ka Düsseldorfi, ka edhe këtu. Por bën një pasqeri, bën një lloj paste franceze shumë të lezetshme që më pëlqen. Edhe pasqeria vetë është e bukur. Edhe kështu po kalojmë. Ja, kjo është. Epi. Kena qenë në Köln. Kena qenë në Köln. Brukselën nuk e kemi vizituar. Brukselën ta hymë këtu. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep, and as far as at least how I remember, we were leaving in September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. Andi po googullon të na gjej çfarë të I ham. held on with all Sot do my vendosi might, Andi. Pas gjasave. still Nuk e di waiting çfarë do ham. on that last goodbye. See you standing by the door, watching the leaves as they fall once more. In the silence we made, I couldn't find the words to say. They linger in my mind. Oh, I wished you'd stay. Oh, I wished you'd stay. Kemi vajtur në një lagje tipike kështu gjermane, që nga muzeku këtu. Edhe si tipik gjerman lagje vajtëm hëngëm ushqim meksikan. Pa lidhje, po ishte një ushqim meksikan shumë i Ishin- vogël këtu dhe shumë i shishëm. Po, në ushqim një restoran meksikan i restoran, po. vogël. Edhe të shik Qa të afër hengëm? nesh, ne orëm tacos. Ishin shumë të mira. Unë mora 2 me chicken edhe një me karkalec, 2 me pule, një me karkalec. Edhe gruaja mori U mora një me steak, një me karkalec edhe një me chicken. po ishin shumë Po mirë shumë gjitha. të shishëm. Shumë të shishëm. Po ja vlente dhe shkun. Më hëngrëm piva edhe një pije me guava. Kurse Andi pive, çfarë pive ti? Një kola meksikane thaja. Ishte e mirë? Po shumë mirë. Apo kjo është ajo? Po kjo është. Po kjo është. Ishtin super spektakël, morëm A mund t'ju në është apo mos? morëm edhe nachos. Edhe chicken pasa këtu. Edhe Chi- kushtun dhe 40 euro. Po. Por ishin shumë qishme. Sa shtëpi e bukur? Pas ka pula shtëpia. Tre Qa tre pula? jo. Më tre copë kushtojshin 13 euro, 14 euro. Ah, nachos, dash mos pulat. Jo, jo. Po e dim nëse le bëjmë pulat. A lejohet të arfëm vi? Ku t'jo. E po i shkojmë ati të shtëpi. Nuk e di, ishte idera hapur në të dy. Po më duket se lejohet në vetë. Po duket ndoshta jo, si na vetëm në të dy jemi.
Zhdrak, ne vetëm kur t'i bjem derës, atje, halo. Jo, më të duhet të Sa e bukur? Shumë bukur, shive do të rënda, të tregoj kërë. Ja, do të tregoj direkt. Qatë. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back then, I'd see us dancing in the kitchen light. No one thought we could ever make it. Didn't know time could move so fast. 10 years later and I'm still your baby. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me. I've always loved you, gonna love you like summer 15. Hold tight, 'cause I know that we're changing. Po shohim filmin e Adriano Celentanos, edhe është super yll, po Ornella Mutin. Shumë film i bukur, e keni në YouTube me titra, unë e kërkova Adriano Celentano film. Edhe doli direkt, e keni me me titra shqip. Po e shohim atë. Andet si pëlqen. La porto a cena e poi li rimando subito a casa. Kurse mua më pëlqen shumë, është komedi, është shumë i bukur, është ky stili humorit italian tipik. Është shumë i bukur, a këshilloj. Tua figlia va a cena con Edhe që, edhe ti që e kupton. Po, e kuptoj direkt, nuk kam nevojë ta lexoj. Këto humore që të. Po, sepse shumë humore nuk i përkthejnë tamam siç janë shumë shpejt. Io non ero un conducente di autobus, ero un principe ereditario. Unë nuk isha i shofer autobusit, nuk isha i princ. Se të takohet shoferin. Po. Jo, është dashuruar, më sa bukur i thaj që është dashuruar. Po pse e si unë me ty dhe po unë nuk isha i shofer autobusit dhe unë isha i princ. Saremo sposati. Sì, quando... Ah, tu lo sapevi? Here's what a life without some love is not a life. Here's I gotta do the best I can with what I got. So I'm just gonna call you now and tell you how I feel. Maybe I'll get lucky somehow. And you'll come out tonight and let your wildest side consume ya. Come out tonight and baby, I just like to do. Mirë më ngjesi YouTube-i, sa po hoqa maskën dhe më duket sikur më kanë ngrirë fytyra, na që ajo ngrinë e pa te vura dje në darkë edhe sot e hoqa dje natën. Edhe ja shkëlqen fytyra, kështu se kam një intervistë shumë të rëndësishme sot për një vend të ri pune, dua të marr pak më shumë orë, edhe dua që të jetë në një fushë tjetër, edhe sot e kam intervistën, e kam gjetur shumë fani e kam gjetur si punë. Isha në këtë dyqanin, po blija, edhe tha ajo, më tha një në ato kocat që po blinte, më tha, mu ti duhet punosh këtu, je shumë e mirë, edhe unë thash edhe unë duhet punoj këtu, edhe ishte e menaxher, më tha, po tha ti duhet të punosh këtu, edhe më tha, mu do t'jesh asistente këtu shitje, po e thash unë dua, edhe po qeshtim, po s'te kur vetë të pagoja unë që po bljam. Më tha, mua me vërtet kam, tha, do që t'jesh asistente këtu shitje, po i thash unë dua, se rroga është me lartë se aty ku jam edhe ka pak më shumë orë. Edhe mua më duhen për gjërat e tjera, edhe më duhet një punë që të ketë pak më shumë orë. Edhe i thash, po dua, okej, më pëlqen shumë, me tha mua, ajo, një qeshur shumë bukur, je shumë e sjellshme, je shumë e mirë, flet gjermanisht goxha mirë, i thash unë dëgjoj tash se unë bojnish flas gjermanisht, i thash, nuk flas shumë mirë, do më thënë njerëz zakonisht shumë mirë flas, merrem vesh, komunikoj, ka sëndita përdor të gjitha gjërat ditë bëj, por nuk jam më i mirë i rrjedhshëm gjermanisht, flas e gjuhë të tjera, i thash unë, kompania ishte italiane, flas italisht, flas anglisht, flas shqip, kuptoj spanjisht, i thash, edhe gjermanisht bëjnish. I perfekt, më tha, mu më jep të dhënat edhe ashtë të dhënat. Unë më morin telefon, sa do anë dyshani më morin telefon shefja madhe, më tha,
alo, a do të vish për një intervistë, se i ke përqyr shumë menaxheres, po e thash dua, edhe kështu e kam lënë intervistën për sot. Edhe do zoti bëhet si që Andi ti më ka hequr vetëllat që ti jemi prezantueshme. Edhe unë bëra maskën sot. Dhe e kam pasaj në ora 3:30. Edhe po përgatitem pak që ti jem pak e përgatitur për çfarë të flas, për çfarë ndej, për çfarë këtej. Do premtoj edhe CV-n, edhe të thënat e mia dhe gjërat e mia, edhe tjetër. You got me hypnotized, you make me realize, yeah. Just tell me, baby, who's that by your side? 'Cause every day and night, I'm about to lose my mind. We're like birds of a feather by design. You know I kiss but never tell, oh, I just wanna take a chance. The way you move, it gets me grooving on the dance floor. You know I wish upon a well and I'ma take you to the moon. 'Cause I get lifted when you come around. I feel like Michael Jackson. You know it's in the way you move. You make me feel like Michael Jackson. You know it's in the way you move, way you move, way you move. You got me singing. Don't stop, can't get enough. Just get enough. You make me feel like Michael Jackson. Don't stop, can't get enough. Just get enough. You make me feel like Michael Jackson. Little mama, you a PYT. Erdha në shtëpi pas intervistës time të punës. Nesër do të marrë vesh, më kanë marrë apo jo, por besoj se po. Edhe herën e fundit kështu thash, unë tha anti u tallë me mua, më tha jo se kanë marrë, jo të kanë marrë, por besoj se po, se po bënin plane, po më thoshnin që nuk kemi pushime në dhjetor, në nëntor, për Weihnachtszeit nuk ka pushime, do më thënë. Masis e 6-ës. Jo, deri në fund të dhjetorit nuk ka pushime. Deri me 31? Po. Ma para pri direkt, për verë tha mund t'i marrësh pushimet kur të duash, kemi 6 javë në vit pushime. Sa mirë. Në verë tha kur të duash ti mund t'i marrësh, i thash në qoftë se më merrni, i thash unë do ju mësoj të gjithave italisht, të tëra donin të mësonin italisht. Si tha, vogliamo imparare l'italiano, poi. E shumë keq e formuluan këtë që thanë, por unë i thash zegut, më thë mua të sa keq e formuluar në gjermanisht. Ti të ti thoshe kërë. Na, shaqi, ajo ishe shefja, ajo e bën të turnin, ajo e bën të çdo gjë. Isha shumë e sjellshme, shumë e mirë, po s'më kishte ndodhur kurrë të bëja një intervistë pune. Hajde pak brenda një magazine të vogël fare me plot raste, edhe dy tavolina kështu, një tavolinë një karrige improvizuar. I çova dhe CV-n unë, se unë nuk shkova në një aplikim online, ju tha shkova se i lash gjeta kështu si me mik. Shumë mirë, po pse. Edhe më tha maja ke bë dhe CV, bravo, më tha maja, ta që saj gocës që bëra mua bete dhe të shumë. Sa ka najnë kur të bërë të fërmish. Dhe najnë fjallë të mirë për mua, i thash. Fërmish ta, të bestiem, besmorgen, du bestiem. Von morgen, du bestiem. Edhe kështu po më thoshin, tashi do e marrin vesh të vlogu tjetër. Më kanë marrë, s'më kanë marrë. Më bejtua, pas e dërprejma, ka pak shumë. Ti që në qatë. Se sa e pash, para 5 minuta është ndoni një me sajt. Jozi me, jo më Jozi me Loredanën, që tha si goca gjaqë. Edhe tha një gjesta, më darë, tha më kapë shumë, duke më të si goca gjaqë. Edhe në ka pa erë se kështë dhe më gëjtu direkt ajo. Erë si bleu një dhurat për vetën vetë, shqipen i saj bukur është. Çfarë bëj unë me lekët e mia për të rrituri? E keni para atë ju? Çfarë bëj unë me lekët e mia për të rrituri? Ja, çfarë bëj? Legjera. Ble budaligje, çantë me ruaza, po shkoni sa e bukur është. Sa anti po gatuan se do i nisi gruaja punë tash, do kontriboj më shumë se do E punoj. paske, e kështë ble para se thosha unë apo pa mrapa? Mbrapa, pasi më the ti blin dhurat E vetës. thash, se shkoj për intervistë, tha jam pak shumë si... Jo, isha shumë nervoze. Po shumë nervoze, dhe thash më ble dhurat vetes tate, thash Shife, dhe... e mban telefonin. A bollë, është në grujt, i ke kry halë të një. Shi sa e bukur.
E bukuresh. Po ku është me limon, me avokado. E mora për verë. 10 euro e mora. Te Pullempiri. 10 euro mora edhe, 11 euro 80 mora edhe 2 ëmbëlsira. Që të festojmë, më morën s'më morën punë madhe fort. Po. Ata jo ku kena hungër herë? Po, ku kemi ngrënë në Münster. Më morën s'më morën punë madhe fort. Po. Është që hungër mund t'i tikuna. Po. Jo, atje janë ngrënë fluffy pancakes. Jo aty. Tu se ke provu ti këtë. Po, këtë e di. Kjo biskota. Kjo është Teka Max, jo ke Münster ke Teka Max, është duket? Ç'është ajo? Po, Jo Zalando. Te Zalando outlet. Ja ku janë të dyja. 11 euro 80. Shikoni se, po. Shikoni sa lekë kam harxuar. Bleva edhe një kabull për iPhone-in. Na lumt neve që blem telefonin atë rinse. 100 euro i kemi prishur kabull, kokarikusin edhe klëfat e telefonit. Se burri si mban me klëfat e mi, se klëfat e mi ishin shumë girly. Po ishte me qenë, me litar. Edhe donë të kështu jem. Një tjetër ishte mashe një rimel, që aman aty. Ai rodit që mban një lipstik. Edhe anë të bën lipstikun. Mashe lipstikun, atë çantën e grus. Ja, dhe intimissimo bag, se tashit po e manifestoj të më marrin. Ca njerëz të thonë o gocë, edhe Andi më tha sikur do vesh do gjesh punë në shtet. Po unë thash se tha jam shumë nervoze. Ersi është nervoze për shumë gjona, po jo për punë. Jo për punë, me vërtet. Me vërtet jo për punë. Se pasysh mund të jetë nervoze për dokumenta që nuk i bë gati, apo kujt mund të jetë shumë nervoze. As kur kam takime në shtet nuk para jam nervoze. Nervoze për ke intimissimo. Andi tha nuk e di si do shkoj, jam nervoze. Zot fali tash e gruzi, ku do fillosh punë, ku dim. Sigur do fillosh punë në shtet, më tha. Ose në profesion. Nuk ishte puna aty. Unë e dua, e ke parasysh kur unë e dua diçka krijoj nervozitet. Kur unë se dua diçka, unë s'është ishte mirë me pas nervozitet, s'është Jo, nuk kisha kështu nervozitet, atje bëra shaka, i fola, i qesha, i thash kur të doni ju vija, me disponueshme. Po ti me ta ke prish me, tash je fleksibël sa po. Vetëm një burr kam, thash edhe mund dala vetëm, thash në doni të shtunën, më doni para ditës. Ja ishte tajla aty. I thash. Është tita i maksimumish ke palestra, ke marketing, le prap këtu. Anti nuk del vetëm. Anti është ai personi që nuk del vetëm. Nuk para ka qef të dali vetëm. Okej, jam këtu për shkak se tisha ndërmarr për shkak kam shumë shoqëri dhe kisha dalë. Jo se s'kam këtu, po këtu është diçka tjetër. Këtu do ta lësh në takim një muaj para njerëz, do ta lësh me termina. Po, angazhimet e veta. Po që zakonisht dal me ersin edhe. Po burri im nuk del vetëm. Unë vetëm ja luaj fender, mund bëhu mesën këto afër. Del kuja se shkon për dyqane kështu, nuk e kam atë, nuk. Jo, dal unë edhe në përparqe, lexoj një libër, në për kafe, në për kështu, nuk e kam problem. Mos ashtu s'dal kurrë. Çfarë të duket vetëm pse çaj jam? Se di, nuk dal, jo se çaj ti. Po unë nuk dal kurrë, kur nuk që me dalë. Se unë që dal vetëm gjë ka me çuditshme. Shumë, po mund duket shumë çuditshme me thënë. Me dalë person vetëm. Në robi ka nevojë me vënet vetëm, okej. Ka momente. Vazhdo. Çdo ditë zotit unë nuk dal. Unë personalisht nuk jam. Po ashtu s'dal të çdo ditë zotit. Ti s'del asnjëherë. Po del o gru. 2 vjet në Gjermani. Jo më gru sa kam dalë në Phoenix për zotit. Plot edhe në Phoenix, unë kam qef Phoenix, edhe kam qef me dalë aty me shkuar. Nuk e ke dalë në Phoenix dhe ti më qaf shumë pos more nipa dhe tu nuk dil që gjallën botë vetë. Unë vesh ato, ndish edhe ato, po nuk me dalë shumë me makinës, me shku me një partikular vetëm nuk e bëj. Jo, unë shkoj. Maksimumi këtu ke liçeni, dalë kam shumë qef edhe dalë me qef. Shkoj, më pëlqen, ka raste që shumë herë dalë dhe me goca, se ndonjëherë duket kurant të thota ndek shumë, por mua më shijon koha ime vetëm. Nja sot 2 orë aty, u sorrollata, sa vetë 2 orë herët, 2 orë para. E kisha në 4:30. Këta shtëpi, ti dalë shtëpi në 2 metë këta nga shtëpia. Në një dola në shtëpia, vajta fotokopjova atë. Edhe gruaja ka shkuar se ka bëjë deviz pune. Ka thonë ato për lek. S'ka problem varë. Me thënë ato, nëse punon 25 orë, merr kaq lek, nëse punon 20 orë, merr kaq lek. Tash unë egali tash me mundesh. Ti mos kemi dalë për lek. I thash unë s'punoj vetëm për lek, i thash unë. Unë si me gjë. Se mi paguni këto jo? Tash unë nuk punoj vetëm për lek. Për lek është vi, qaj thiti? Tash unë du të mësoj më shumë gjermanisht, du të kem më shumë shoqëri. Na gjë. A gjë unë për lek se bëjt? Ajo më tha dhe sa lek ishte ora dhe unë si kushtuar në si farë.
Mirë, unë e di se sa lekë shora. Sa është? Nëse mos e Nuk e bëj më. Po, është si se nuk e do lekun për ne shko. E pasi që keca njerëz sa manjakër leku për shembull dhe nuk i shkon leku. Edhe unë kem se jam shumë i fiksuar mas lekut, po mos më vjen. Jo, mu më vjen leku, unë gjej punë. Grus zot na ruaj. Ka shku me ble recipeta gjeti vend punë. Imagjino domethënë ku është niveli i tardh mes lekut. Ha? Jo, për zotin unë punoj, unë me ato çikërrimë të Punën e parë kena shku në udhtim ku ishim ne. Kemi qenë në Kolashim. Kolashim, Jo, në Podgoricë. Kemi qenë Podgoricë. Shkuam ne me këto agjenci që bosh me furgona, E banën prunën. Po. Kur kanë qenë në Shqipëri boshim shumë udhime me furgona, këto ditoret. Me agjenci. Po me agjenci. Shkuam Pasha Traveling kishim. Shkuam gjeti vend pune, nesër mes shkojmë punë italisht. Pa dita zillaf italisht. Jo, se dija. Shumë pak di. Edhe kam marrë rrugën e parë vata në punë, punoja 4 orë në ditë, mora 600 euro që muajin e parë. Bëhet fjalë ç'a vitur so? Në 2014. Në 600 euro gruaja në ato vite milionere. Rroka parë, rrok do poteti. Zotar nuk e di se i kanë gjithë jetën. Gjithë jetën kështu i kam gjetur punën. Nuk është e parë, domethënë. Është shumë. Nuk e vras mendjen shumë për lek. Domethënë nuk jam në një njeri që nuk jam në një njeri që jam, o zoti ju e keni dëgjuar gjithë video me luku. Po Facebook u. Nuk jam në një njeri që vras shumë mendjen për lek. Nuk është se si dua, i dua. Po vjen vetë. Ja, leku vjen vetë, që shtëpia jam vjen vetë. Edhe puna, ca kohë. Rinë në shtëpi dhe do të filloj punë. Tash unë prejtë se do vi. Po që e filloj action. Kursa është e marrë meja. E di si e kam gjetë actionin në një kështu, në një publikim që ishte bo online. E bera atë testin e kam bënë në 4 mëngjesit, atë testi që bëne, mu morë në telefon dhe hajde nesër, ta mu bëj intervjit, bajtë atje, i thash ti do më marrin, i thash se përqeva, thash, atyre kolegëve ju përqeva, pera punë mirë, jo, tha mu kaluan 2-3 javës më morë në telefon këtë atë. Shumë jam talla atja, sa jam talla, atja unë jam knërq. Se kur erdhi, si talla, si kam punu, tha se kemi diskutuar këta. Ka punu shumë fort, tha, prova shumë mirë, puna atë, çdo gjë që më thanë bera. Shumë kjo. Ka kuptua si la. Ti, masi java, masi u talla unë. E morë telefon të mu hajde në punë, të mu nisër të më kurën. Po që kjo është jeta, kjo është gruja. Po më morën, po s'më morën. Unë do mërzite, po puna më dhe forë. Do vinë hejtë punë tjetë. Do kem në një fatë tjetër aty. Po, në vërtet. Tashi, kjo është jeta njerëz. Jeta është biqollës. Herë të bje, herë fiton, herë jo. Të shikruaj ka bon filetën aty, ka prej. Shumë mirë. Burë sot do na bëj darkën. Unë isha veshur shumë bukur edhe e goca më komplementore. Në vërtet? Po, dajna outfit zekull. Shefja po e Shefja. Është zea vishtish, shumë e rëndësishme. Ato jetoni në Bohum. Po unë i thash 15 minuta nismi të auto. 15 minuta e kam me makinë, thash. Si vi, nuk i të di që nuk jetojnë atje këtë fshati juaj? Jo, unë dua tjetë të fshati atyre, po. Kur? Ere, kur. Në Bohum, Essen. Jo, më pëlqejnë këto. Duisburg, kur? Po në manda Ne nuk e lejmë Dortmundin për këto të Ne lejmë Dortmundin për çdo shtëpi që është 2+1. Jo. Edhe kushton. Unë e lej Dortmundin për çdo shtëpi që është 2+1 edhe kushton poshtë 1.000 euro. Vetëm stadiumi ma kushton ma shto më jetë. More me gjitha të sigur. Po ti s'ke fajti se ke shku një 4-5 herë vetëm këtë vit. Po shtu daj biskotën, do me bori drekën, se unë... Vetëm fileta kam bërë. Kam bërë 2 vezë zinë. I kam marrë gjëra. Një vezë për ty, një vezë për mu. Nuk du vezëna. E disha, i vullën të thash këtë, thamë se ti e dishe se hapa. Nuk e kam që vezën e zime, nga sot në mëngjes, për duke s'kur gjithë ditë më vjera vezë, pastaj. S'ke do syzet o është. E di futat e edhe syzet edhe atë. Mos e thyre. Edhe kështu dita, edhe kështu vlogu, edhe kështu jeta. Moroni fat njerëz. Edhe ju haters atë, edhe ju që më keni natë, moroni fat më bëni Allah dhe këse rame. Thoni, hama të filloj ka zana të shpini e bu. Po është dhe e dorat. Shumë. Aja, ersi është libë. Ersi është dëshuri. Shumë me thot një pjantit a i vogli. Ersi s'lip, ersi zemër të. A i thot gëzë dhe libë.
Kush është lip, kush është bëze? Bëze është Andi, gjithmonë është bëze. Bëze është kështu. Me të i qëm, ose i keq e përdora, i me kuptimin një keq. Kurse lip është dashuri. I mirë i keq. I mirë i keq. Kështu e ndane. I po, edhe i them unë gjithmonë. Ati është bëze man, ati është njeriu keq. I them të mu, ku është ku? Ku? Do t'i kita shofim. Edhe gjithmonë japën, e Filip. Edhe e du shumë atë fëmi. Star është. Edhe kështu dita, kështu jeta. Unë po vazhdoj të përqyte me kikun, ti vazhdo me gotimin. Unë jam lodhur, kam kalu shumë angst sot, kam kalu shumë angst. Stres. Po, Je shumë ngarkume sot. po. Okej, Ide. Love Kështu you. njerëz, paqim dhe më uroni fat të gjithë, edhe juve që s'më keni qef. Ciao, ciao! Unë ju kam qef të gjithëve. Ciao.